e përmend edhe vetë që është diçka pak më ndryshe, edhe pikrisht këtu ka ardhur ideja që me bëj diçka më të veçantë, për shkak se Better Together si një organizatë jo qeveritare, qëllimin e ka me lidh kulturën kosovare me kulturën zvicrane, dhe atëherë kanë mendu themelues qysh me ardhe një ide që ka me bëj diçka më të veçantë që mundet me reprezentu më mirë këtë lidhje ose dhe me thellu edhe më shumë këtë lidhje. Atëherë ka ardhur një prej projekteve të Better Together është The Kosova Original Music Tour, Nishi. Çka është ky si event, është një ngjarje, një turne 6 ditore nëpër 6 qytete të Kosovës. Në këtë turne do të vinë një mysafir nga Zvicra dhe një band nga Kosova që përmbet nga 2 këngëtare ose artiste të Kosovës, edhe së bashku kanë me bë disa aktivitete, kanë me zhvillu shumë aktivitete në qytetet kryesore në Kosovë. Fillojmë në Prizren, vazhdojmë në Prishtinë, pastaj në Gjakov, në Mitrovic, në Pej dhe përfundojnë në Gjilan. Ndoshta më shumë me ndërtu një skenë të qëndrueshme muzikore, po edhe me u lidh. Ideja është më shumë me u lidh kulturat e ndryshme. Përmendem që është një cross cultural ide, domethënë për arsye se artistët vetë se kanë një nam edhe në Zvicër, po edhe në Kosovë. Blert për shembull është Blerta Zapërça, një artiste që ndjet dhe që njihet kohë gjatë dhe që ka përvojë, edhe Blertën e shoqëron edhe Eleonida, e cila është një pianiste, ndërsa Dave Martins edhe e ka në repertuar dhe një bagazh në Zvicër, kështu që ideja është më shumë me thellu lidhjet edhe me kriju lidhje dhe me kriju ndoshta përvoja të reja, sepse si ide nuk është që është ideja e vetme ose e para në Kosovë, ndoshta ka ekzistuar edhe më herët, po krejt qëllimi është me pas një lidhje dhe me ndërtu një lidhje të shnosh, ajo që e përmendet sustainable, të qëndrueshme, të cilët muzikë origjinale nga artistët, edhe nga këtu ka ardhur dhe ideja për emrin. Jo që kemi diçka kundër coverave, po dojmë reprezentu. Po dojmë reprezentu punën të artistëve dhe mendojmë që është një punë që ja vlen me u pa pse jo në këto qytete të Kosovës. Për artistët nga Kosova kemi pas një open call, një thirrje të hapur. Këto e kemi organizuar përmes This is Kosova Art platformën, që është një platformë Better Together, që është edhe një super punë që jemi të e bot duke ndërtu një ekosistem të muzikës në Kosovë, ndërsa për artistët nga Zvicra kemi pas si propozim, kemi ditë që është një artist që ka diçka të bukur, kemi pas lidhje me ta dhe e kemi ftuar. Nuk është që kemi zgjedhur për Zvicër, nuk kemi kriju një thirrje të hapur ose nuk është që kemi. Okej, perfekt. Profilet e artistëve janë të ndryshëm. Dave Martins është një acoustic solo punk gitarist dhe vokalist. Fillon sqaron ose trajton tema shumë interesante në muzikën e tij, pak me humor, pak me satirë, pak me ironi. Po edhe e sjell një dozë seriozitetit, edhe Blerta njihet për muzika më të qeta, më të lehta, të cilat i ka origjinale, dhe Blertën ka me përcjell Nida me piano edhe me një back vokal ko pas kohë. Sfida gjithmonë janë të shumta. Po emri organizatës tonë është Better Together, më mirë se bashkë. Edhe për një arsye është kjo, na kanë ndihmuar shumë gjithë partnerët tanë, sidomos hapësirat lokale për me i realizu. Nuk është lehtë tash me shku me një ekip prej 7 personave në një turne, po të mos ishin partnerët tanë, po na po themi që po organizojmë Better Together, por në fakt nuk është vetëm Better Together, pa këto hapësira dhe pa këto organizata kish me qenë e pamundur. Dhe me të drejtë që të intereson çka është tjetër, edhe me këtë organizimin e parë nuk e di sa vërejtën edhe audienca, që është The Kosova Original Music Tour Nishi. Kjo lën hapësirë me kuptuese me këto. Po vetëm jemi duke i testu ujrat edhe duke pa qysh ka me ecë, edhe duke mësu, normal sepse është turneu i parë i natyrës së tillë që jemi të organizu, është një learning curve edhe për neve, është një kurbe mësimit edhe për neve. Po, tamam bash. Po shpresat edhe qëllimet tona janë që në të ardhmen me shumë me u zgjeru, edhe me shumë edhe me dalë për te territorit të Kosovës, po për momentin kjo është fillimi.